shkrimi i Kur'anit dhe bashkimi i tij është në 3 faza, në 3 etapa. Marhalatul ula, periudha e parë është kur ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, në periudhën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kana li'timad fi hadhihi al-marhala, po kjo ka qenë një periudhë ku shumica e sahabeve janë fokusuar në zënin përmendsh. Ala al-hifdh akthar min al-i'timad ala al-kitabah. Pra e kanë mësu Kur'anin përmendsh për disa shkaqe. E para li quwwati dhakira. Kanë pas nxenin përmendsh në pikën më të lartë. Sahabët, wa sur'atul hifdh, dhe kanë qenë tejet e kanë sur'atul hifdh, wa qillatul katibin, dhe ka pas shumë pak që kanë shkruar. Mungesë, wa wasail al-kitabah, kanë pas edhe mungesë të mjeteve të shkrimit. Walidhalika lam yajma' fi al-mushaf, nuk kanë qenë të i bashkuar Kur'ani, i përmbledhur në një vend. Por disa prej sahabëve kanë mësuar përmendsh, disa e kanë shkruar, atësa kanë pas mundësi. Dhe mjetet në të cilat të shkruar Kur'anin, kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka qenë usbun nakhl. Me 4 mjete me të cilat e kanë shkruar Kur'anin sahabët. Usbun nakhl, pra ato levorët apo degët e palmës. Degët e palmës, wa raqa'ul julud. Raqa'ul julud është lkura, wa likhaful hijara, rasat të gur që janë ras, pra në gur. Wa kisrul aktaf, po ashtu kockat nga që kanë qenë kafk e deveve. Wa kana al-qurra adadun kabira. Mirë po njëkohësisht ata që kanë mësuar Kur'anin përmend që kanë qenë shumë. Për shembull, fi Sahih Bukhari, përmend Sahih Bukhari, Anas ibn Malik, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka dërguar 70 hafiza me bo dave në vend. Në Bir Mauna, dhe mushrikët i kanë rrethuar. Dhe është një ngjarje dhimbshme që pejgamberi alayhi salatu wassalam pikëllimën më të mëdha që i ka pas në jetën e tij kur ja kanë vrarë këta 70 hafiza. I ka dërguar domethënë me bo dave dhe ja kanë rrethuar. Dhe ata kanë luftuar derisa kanë metën 10 vetën, 2 vetën, 3 vetën, nuk janë dorëzuar deri në momentin e fundit. Domethënë kanë luftuar këta sahabe nga mushrikët, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu dua një muaj për këta njerëz. Dhe nuk i ka përgatitur me një ushtrin me shku mi luftu, dhe kjo është një prej argumenteve që maturia është mbi euforizmin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu dua një muaj rresht dua kundër këtyre. 70 hafiza kanë vdek pra në këtë betejë. Mirë po, shumë prej sahabëve po ashtu e kanë ditë Kur'anin përmendsh. Kjo është periudha kur pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë gjatë. Ndërsa marhalatu thaniya, periudha e dytë është kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu fi sana thaniya 10 min al-hijra, në vitin 12 hijri. Në betejën e Yemames, pra Musailemetul Kadhab ka bëu një fitnë shumë të madhe ky njeri, dhe në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu atë ka qenë një sprovë e madhe, saqë aty janë vrarë shumë prej sahabeve, edhe shumë prej hafiza. Aty është ngjall ideja dhe mendimi që me bashku Kur'anin dhe me i mbledh gjitha ato shkrime që janë, që mos të humbet Kur'ani. Dhe e dini që Abu Bekr radhiyallahu anhu ka tentuar disa herë me luftu Musailemetul Kadhab, derisa e ka kuptuar që e vetmja strategji është me thirr Khalid ibn Walidin, i cili ka marrë këtë anët e Irakut duke bërë xhihad ka qenë, ka thirr Khalid ibn Walidin radhiyallahu anhu për me shku me shkatru ushtrinë e Musailemetul Kadhab. Dhe ka ardhur Khalid ibn Walid. Dhe ai në fillimet e para ka qenë shumë afër me deri ju kanë afruar domethënë të shëtori Khalid ibn Walid. Ka qenë betejë shumë e ashpër. Derisa Khalidi ka në ato momente ka pesë zgjuarsisë që ka pas, dhe njihet si generali më i mirë të gjitha kohrave që një historia njeriu. Ai ka urdhëruar që gjithë secili me pas të afërm fisin e vet, të afërmin e vet. Dhe ajo domethënë i ka funksionuar në ato momente, zgjuarësia e Khalid ibn Walidit, dhe kanë triumfuar musliman. Mirë po, në këtë betejë kanë vdekur shumë hafiza. Dhe tani ideja ku i ka qenë me mbledh Kur'anin ka qenë Omerit radhiyallahu anhu. U shkute Abu Bekr radhiyallahu anhu ka thënë që duhet me e bashku
gjithë ato që kanë shkruar sahabët në një vend. Dhe Abu Bekri radiallahu anhu është ndal edhe ka mendu. Ka thonë si ta bëj një vepër që ka bëu pejgamberi alayhis salam. Dhe aq shumë i ka folë Abu Bekri radiallahu Omeri Abu Bekrit saqë thot tani mu ka hap gjoksi dhe kam kuptuar që ajo që thot Omeri është e saktë. Shihni pra që në disa momente në kohën e riddes Omeri ka pas një qëndrim, Abu Bekri një qëndrim. Pra Omeri ka thonë mos mi luftu renegatet përderisa po thonë la ilaha illallah, Abu Bekri ka thonë nëse edhe kërpeshin s'më hapin do t'i luftoj. Në tubimin e Kur'anit Abu Bekri po ndalet, Omeri po. Dhe kjo tregon domethënë që sahabët disa momente kanë pas një qëndrim që tjerët janë bin. Pra e vërteta duhet mirët nga çdo kush. Pra Abu Bekri radiallahu anhu po e merr këshillën e Omerit radiallahu anhu. Dhe Abu Bekri radiallahu anhu ka thirr Zeid ibn Thabit, ka qenë i ri, ka qenë i shkath, saqë Abu Bekri radiallahu anhu ka thënë innaka rajulun shab, ti je djalë i ri, një burr edhe i ri, haqilun la nattahimak. Pra që nuk të akuzojmë ty, pra asë zgjuarësi, asë shkasi. Fatatabba'at al-Quran ajma'uhu min al-asab, dhe i kam mbledh të gjitha Zeid ibn Thabit, ato që kanë qenë pra në levore, në për rasa, në për lëkura, edhe i kanë të bu në kohën e Abu Bekrit radiallahu anhu, dhe ato janë vendos në shtëpin e Omerit. Pastaj të Hafsa radiallahu anha, dhe më në fund ka ardhur periudha pas vdekjes së Omerit, në vitin 25 Hijri. Tani, në këtë periudhë në kohën e Omerit që janë të bu gjitha këto, Kurani ka zbrit në 7 llojet leximit. 7 llojet leximit. Dhe duke u përhap Islami, duke u nda sahabët, ata që kanë pas shkruar me vete, kanë fillu mënyrën e leximit me pas diskutime, sepse dialektin atë botë, në kohën e pejgamberit s.a.s. ka qenë 7 dialekte. Për këtë ka thonë pejgamberi s.a.s. është zbritur Kur'anin 7 format, 7 shkronja, qëllimi është 7 format leximit. 7 format leximit dhe kanë filluar mos spajtimet. Dhe Hudhaifa ibn al-Yaman në Azerbajxhan, kur është përhap Azerbajxhani me dawe pra në xhihad, ka pas një mos spajtim aty dhe kjo ka nxit më ardh në Medinë, edhe me i thonë Uthmanit radiallahu anhu, adrikin nas, pra merri shkaqet para se të përçahet umet. Dhe Uthmani radiallahu anhu ka urdhëruar këta sahabe, disa prej sahabe ka urdhëruar që po ashtu Zeid ibn Thabit, Abdullah ibn Zubair, Said ibn al-As, Abdurrahman ibn al-Harith, ibn Hisham, të gjithë këta i ka urdhëruar që me marr dhe me e bë vetëm një mushaf të vetëm. Me përmbledh Kur'anin që ka qenë pra ashtu siç është zbrit, siç e kanë ditë ata 70 sahabët që kanë vdek, ata që kanë rënë shahid për gjithë, ashtu siç është zbrit me mbledhjen e një mushaf. Edhe i kanë bërë 7 kopje, pa disa thonë 5 kopje dhe i kanë përhap në Kufe, në Mekka, në Medinë, në Yemen, i kanë përhap. Gjithë ajo që ka qenë e shkruar dhe nuk ka qenë e shkruar në këtë mushaf, e ka djegur Uthmani radiallahu anhu. Pra ka marrë gjithë shka u ka gjetë sahabeve, që pas miratimit të gjithë që e kanë miratuar atë përmbledhjet mushafit, Kur'anit, gjithat që ka gjetë jashtë saj e ka djegë. Dhe kjo konsiderohet për veprave më të mira që i ka pas Uthmani radiallahu anhu. Me një fjalë, thot Sheikh Uthaymin rahimahullah, en al-gharad, synimi që e ka vepru Abu Bekri ka qenë me rujt Kur'anin. Ndërsa tubimi që ka qenë kohën e Uthmanit ka qenë me e bë një kopje të vetme dhe mos me pas mos pajtime rreth mënyrës së leximit Kur'anit. Pra mos me thonë që unë kam të shkruar këtë ajet, sepse edhe kur kanë shkruar sahabët kanë mund të japin ndonjë koment, gjithë ato janë të djegura nga ana e Uthmanit radiallahu anhu, dhe kjo konsiderohet me ijma dhe konsensus një prej veprave më të mira, saqë thonë dietarët vetëm 2 vepra që i ka pas Uthmani radiallahu anhu, ato i mjaftojnë çfarë vlere ka pas Uthmani. E para, kur e kanë rrethu xhavarisht, ja kanë rrethu shtëpinë, edhe ka ditë që nëse ai vritet, askush do të ndodhë gjakderi, asnjë gjakderi nuk do të ndodhë me vrasjen e tij. Dhe ka urdhëruar sahabët, të cilët ka qenë periudha haxhit, shumica prej tyre kanë qenë haxh, ka urdhëruar që mos më mbrojt atë. Dhe mos mbrojtja e Uthmanit ka ardhur vetëm te vrasja e Uthmanit. Dhe i ka dhënë përparësi, domethënë
e ka pa që është maslaha, mu vrani njëri e mos më ndodhë gjak deri. Kjo është e para si vlerë Uthmani, dhe e dyta, tubimin që e ka bo Uthmani radiallahu në një kopje, dhe në një mushaf dhe i ka bërë 7 kopje. Dhe i ka përhap dhe muslimanët me konsensus, pra nuk ka ndodhë asnjë përçarje pas asaj apo mos pajtim.